dashe dhe Birit të vetëm Fiku, me të cilin je bekuar, bashkë me shpirtin tënd të rrësheltë, të mirë të bërës, ka një për herë e një jetë të jetëme. Në kishën patriarkale të Shën Gjergjit në Istanbul, fortlumturia e tij kryepiskopi Ioan mbajti të dielën një mesh hyjnore, i shoqëruar edhe nga patriarku ekumenik Bartholome. Mesha mbart një moment të veçantë për besimtarët ortodoks, kishën autoqefale shqiptare dhe kryepiskopin Ioan. Fortlumturia e tij Ioani mbriti në Istanbul të premten së bashku me delegacionin zyrtar të Kishës Ortodokse Autoqefale të Shqipërisë për vizitën e tij paqësore në Patriarkën Ekumenike në Konstantinopol. Ai u prit nga patriarku Bartholome. Kryepiskopi vlerësoi kontributin e patriarkanës ekumenike në unitetin e kishave dhe të paraardhësit të tij në detyrë, kryepiskopin Anastas, për ngritjen e Kishës Autoqefale shqiptare.